kryefjala në fjalime, po edhe ajo çfarë e niset i këtu është, domethënë që ju protestoni për ato gjëra që janë problemet e mëdha të qeverisjes së këtij vendi. Pra që ka të bëjë me korrupsionin, që ka të bëjë me zgjedhjet e lira në këtë vend, që ka të bëjë me pamundësinë e opozitës për të ushtruar funksionën dhe drejtat e saj në Parlamentin e Shqipërisë. Këto janë tre gjëra. Ndërkohë që dekori mbrapa, dhe më lejo ta bëj këtë sepse më bëri përshtypje, dekori mbrapa në fakt tregonte një protestë për ligjin e barazisë gjinore. Çfarë ka aty mbrapa, mund t'i shikoni tre emra, tre gjini. Atëherë kemi përsa i përket, kemi disa çështje. Për shembull, ai djali ka tunelin e Llogaras, ka portin e Durrësit, ka, pra unë të thash përveç tyre të tre që dhe, por nuk mbaron me kaq. Ne kemi të gjitha në fokus, pa diskutim. Dhe pse tham që do jetë protestë jo vetëm për parlamentin, me qytetarët dhe me problemet e tyre, sepse nuk mbaron me aq. Aty keni disa gjëra. Nuk është se janë ato çfarë bini në sy, se ky është një plan, po të shohësh dhe planet e tjera çfarë bie në sy në fakt, është çështja e barazisë gjinore, më shumë se sa. Nuk besoj që duhet kemi me planet. Tash është një fillim dhe pastaj domethënë retorika ishte patjetër për këto që flisti ju. Dekori mbrapa mbëri përshtypje ishte më shumë barazi gjinore. Po gjithsesi kjo ishte thjesht. Prandaj është një ligj shumë i rëndësishëm që kaloi pa debat, sepse duhet pranojmë që ligji se ndoshta nuk duhet të futem në këtë diskutim, se ndoshta semi për këtë temë, pa ishte një ligj shumë i rëndësishëm në i cili kaloi pa debat parlamentar. Apo jo. Dhe unë mbyll për një deklaratë të zotit Berisha i cili nuk kishte dhënë as brenda sallës parlamentit. Dhe kjo është bërë mo tani më në 10 seanca, 8 kanë përfunduar me mbyllje për një incident apo një deklaratë të një deputeti. Apo të qoftë të liderit Berisha dhe pastaj që kaloi edhe me mas për pezullim të zotit Berisha për X ditë. Një gjë, ka një lloj koincidence edhe, ju kujtojnë protestat që u bën 2 vite përpara në Mosgaboj, që u acarua parlamenti, u thyen karriget në parlament, u bllokua parlamenti, u bën protestat në shesh, dhe kjo koincidoi me periudhën kur zoti Berisha u mor si i pandehur në lidhje me çështjen e aferës të klubit Partizani. Dhe koincidon që tani protestat fillojnë në momentin që zoti Berisha dënohet me 10 ditë nga kuvendi për shkak me një përsjellje disiplinore, ta themi kështu, një dënim disiplinor, dhe nga ana tjetër kur zoti Berisha thirret të dëshmojë si njeri që ka dieni, jo si i pandehur, në çështjen e 21 janarit. Mundet këtë proceduar, po të sigurat ban që kjo që tham është temë diskutimi prej 2 muajsh. Po, por vendimi u mor tani. Po, vendimi mund të jetë marrë para disa ditësh, por kemi kohë që tani më kaluam në çdo limit. Sepse në momentin ku shihet që nuk kemi diskutime në parlament, pra opozita del jashtë funksionit të saj, edhe me liderin, merren masa të tilla që hiqet fjala dhe pezullohet, atëherë në këtë moment kuptohet që vjen një moment që pa aq më tepër kemi sot një rasti kryesor ose çështja kryesore është e zonës Balluku. Nëse kemi sot një zëvendës kryeministre e cila është e pandehur, pra që rrezikon të prishë dhe provat, dhe sot e kemi detyrë. Ne kemi pas raste të tjera që nuk është rrezikuar prishja e provave dhe janë arrestuar. Po, kemi zotin Berisha, zotin Meta me radhë. Dhe kemi një rast kaq flagrant të zëvendës kryeministres në detyrë, që mund prishi provat dhe është e lirë. Dhe këto janë raste pastaj që e tekalojnë ato koincidencën që ju mund ta keni me të drejtë, por nuk është kjo. Pra, unë mendoj që prej kohësh duhet të fillonte. Jo, po këtu s'po kërkoni dorëheqjen e zonjës Balluku. Këtu po kërkohet dorëheqja e kryeministrit të vendit. Bashkë me zonjën Balluku, të dy, paketë. Të dy, sepse të dy janë aktorë. Dhe ne po kërkojmë fillimisht herë që drejtësia të funksionojë lirë, që do të thotë zonja Balluku mos ketë funksion qeverisës dhe pastaj me radhë çështjet e tjera. Por nuk mundesh të jesh në detyrë kur rrezikon të prishësh provat. Dhe kjo është rast flagrant. Besoj që këtu sado edhe një deputet të Partisë Socialiste të pyesësh, këtë fakt duhet ta pranoj, që nuk mund të jesh zëvendës kryeministre ku je marrë pandehur dhe rrezikon të prishësh prova. Kaq mjafton. Pa dalë pastaj këtë çështje të tjera që tham tek zgjedhjet apo raporti SBU dirë që mjafton vetëm fjalia që zgjedhjet ishin të pabarabarta, mjafton për të ngritur një çështje dhe për të ne kemi kërkuar disa komisione hetimore.
banë, dhe Irini dëshmitar. Dhe një prej atyre është dhe Komisioni Hetimor në lidhje me zgjedhjen. Pikërisht, dhe tani, po nuk dhe Komisionet Hetimore, po mund të quhet pastaj që ekziston opozita? Për çfarë është opozita? Se unë jam dakord që unë ndofta nuk jam deputetët që kërkoj lëvizje ekstreme në politikë. Besoj me njihni natyrën, por ama të drejtat që më takojnë duhet më javësh ato që kemi të shkruar bashkë, ato që kemi në rregullore të parlamentit, në kushtetutë të gjitha, po më hoqë komisionet, po më hoqë fjalën. Po normal unë do dalë në rrugë. Pse jo, mund të marrë dhe masa të tjera ekstreme, sepse të shim minimumi do të respektojmë. Si është kjo? Jemi në një Zoti Balla sot foli për rreth 40 e ca orë le themi debate që janë bërë në parlament brenda 2 muajve, në mos jam i gabuar 40 e ca orë foli ai, ku pjesën më të madhe të kësaj kohe e kishte shfrytzuar pikërisht opozita. Ishte opozita që kishte folur më shumë në parlament. Kjo tregon që ka bërë mirë detyrën opozita, por nuk është se na kanë toleruar gjë që na kanë dhënë. Po tregon që nuk pas keni pengesa për të folur në parlament. Atëherë, këto zoti Balla duhet të jetë i ndershëm se në 10 seanca kjo 40 orë bie 4 orë mesatarja. Duhet ta verifikoj pak sepse i binde diçka tek 6 orë në mos gaboj. Tani duhet ta verifikoj për të thënë të saktën se sa ishte. Nuk është në nder. Atë na ka dhënë Patjetër. Jo, pyetja është, a ka opozita hapësirë apo jo? Unë thash diçka, në kur vjen momenti për çështje të rëndësishme, ato gjithmonë kanë gjetur një pretekst për të mbyllur. Mos harrojmë, ishte programi i qeverisës e mbyllën, apo jo? Kemi çështjen e fundit për Azizinore e mbyllën dhe sa herë që kanë pasur një mundësi për të mbyllur seancën e kanë mbyllur.